Europian për Republikën e Shqipërisë në kuadër të facilitetit për reforma dhe rritje. Relatorë është zonja Gjonaj. Kemi projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në vitin 19-2016 për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Programit Auditit të akredituar nga Bashkimi Evropian Republikën e Shqipërisë. Relatorë është zonja Resulaj. Projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes UAS në midis Republikës së Shqipërisë si Huamarës, Bankës së Shqipërisë, si agenti Huamarësit dhe Bashkimit Evropian të lehtësuar nga Komisioni Evropian si huadhënës për lehtësinë e reformës dhe zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, relator zoti Xhafaj, dhe projekt ligjin për ca shtesa dhe ndryshime në ligjin 75/2019 për rinin, relator është zoti Krashi. Për dy projekt ligjet e para kemi zotin Balla, Ministri i Shtetit për Marrëdhënien e Parlamentit, zonjën Julia Mata, zonjën Odeta Berberi dhe shoh edhe drejtoreshën e SASPAK-ut, që nuk është këtu në listë, po është këtu në listë, Eridana Cano. Atëherë fillojmë me prezantimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes facilitetit dhe Ministri i Shtetit është për dy të parat. Okej, dhe më pas për ligjin për agjensinë për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Auditit. Faleminderit. Faleminderit zonja kryetare, nderuar anëtar të Komisionit për Çështjet Europiane. Pikë pari, besoj që të gjithë ndajmë sot lajmin e mirë të vendimit të Parlamentit Evropian për të zgjedhur Tiranën si zyrën rajonale të Parlamentit Evropian. Një dëshmi e qartë e besimit të këtij institucioni të rëndësishëm në kuadër të institucioneve të Bashkimit Evropian, për t'i besuar Tiranës dhe Shqipërisë një zyrë me rëndësi sa i përket koordinimit mes parlamenteve kombëtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por ky vendim vjen dhe në një moment të rëndësishëm, do e quaja gjeopolitik, por dhe në një moment të rëndësishëm që lidhet me procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke dhënë një sinjal qartë që Shqipëria tani më është në pararoj të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor dhe një shembull konkret i suksesit të reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare. Në këtë këndvështrim, sot kam nderin që në emër të Qeverisë Republikës Shqipërisë të paraqes para Kuvendit Shqipërisë kërkesën tonë për të ratifikuar marrëveshjen e facilitetit mes Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave dhe Bashkimi Evropian përfaqësuar në rastin fjalë nga Komisioni Evropian, sa i përket rregullimeve specifike për zbatimin e marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë në kuadër të facilitetit për reforma dhe rritje. Është e rëndësishme të theksojmë këtu në Komisionin për Çështjet Europiane se mbështetja nga faciliteti për reforma dhe rritje për Shqipërinë është komplementar sa i përket mbështetjes ofruar në kuadër të programeve dhe instrumenteve të tjera që mbështesin procesin e paraantarësimit në Bashkimin Evropian, siç është instrumenti i paraantarësimit IPA. Ky instrument i ri, pra faciliteti për reforma dhe rritje, synon të mbështesë avancimin e institucioneve demokratike, të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore, duke harmonizuar në mënyrë progresive politikat tona me standardet sociale, klimatike, mjedisore të Bashkimit Evropian. Por më tepër, faciliteti mbështet progresin drejt objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm të kombeve të bashkuara, duke promovuar veprime të integruara që mund të krijojnë kësaj bashk përfitime dhe të përmbushin objektivat e shumë fishta në mënyrë koherente. Asistenca nga Bashkimi Evropian në kuadër të facilitetit për reforma dhe rritje do të ofrohet në përputhje me politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, raportet e përfshira në paketën vjetore të zgjerimit, si dhe vendimet përkatëse të Parlamentit Evropian, dhe ky është një kontekst i ri
një përfshirje më të madhe të Parlamentit Evropian, krahasuar me proceset të ngjashme të ndodhura në vitet e shkuara. Dhe me qëllim përthithjen e fondeve nga ky instrument, Shqipëria ka miratuar sfundmi edhe agjendën kombëtare të reformave 2024-2027 me vendimin e qeverisë së Republikës Shqipërisë. Zonja e zotrinj deputet, pyetja që lind natyrshëm është sa përfiton Shqipëria në kuadër të financimeve lidhur me agjendën e reformave dhe planit rritjes. Vlera totale është mbi 922 milion euro, e cila do t'jepet në formë grandi dhe në formë huaje. Dhe specifikisht, rreth 265 milion euro do të ofrohen si grant dhe do të kanalizohen përmes kuadrit të investimeve për Ballkanin Perëndimor, WBIF, për të realizuar projekte investimi. Ndërsa, pjesa tjetër e fondeve do të distribuohet në formë huaje me dy bloqe kryesore, se dy drejtime kryesore. Bloku i parë ka të bëjë me mbështetjen e reformave dhe është një shumë prej 429 milion euro. Dhe pjesa tjetër, 228 milion euro, shkojnë për investime në kuadër të WBIF, pra fondeve të investimeve të Ballkanit Perëndimor e shqipëruar. Marrëveshja facilitetet është plotësisht në përputhje spari me programin e qeverisë shqiptare, me strategjinë tonë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, dhe në zbatim të marrëveshjes, Shqipëria do të caktojë një koordinator kombëtar i cili do të veprojë si përfaqësuesi i qeverisë shqiptare në marrëdhënie me Komisionin Evropian. Koordinatori do të ngarkohet për monitorimin e zbatimit të facilitetit dhe të masave të agjendës kombëtare të reformave dhe do të koordinojë punën e të gjitha ministrive dhe institucioneve të përfshira dhe natyrshëm në këtë aspekt ne do të vijojmë sikur se kemi bërë të mbajmë të informuar edhe Komisionin për Çështjet Europiane, edhe Këshillin Kombëtar për Integrimin Europian. Dhe po ashtu dua të theksoj se koordinatori kombëtar do të jetë përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e kërkesave për lirimin e fondeve, disbursimin e fondeve në Komisionin Europian, cilat do të dorëzohen, ju informoj zonja zotëri deputet, 2 herë në vit. Një herë në qershor dhe një herë në dhjetor, deri në vitin 2027. Për të garantuar menaxhimin korrekt të fondeve dhe për të parandaluar mashtrimin, korrupsionin, konfliktin e interesave, do të zbatohen mekanizmat ekzistues kombëtar të kontrollit brendshëm, duke siguruar që fondet e BE-s të përdoren në përputhje me rregullat dhe standardet më të mira ndërkombëtare. Në aspektin procedural, sepse edhe kjo ka rëndësi të shpjegohet mirë në komisionin tuaj të nderuar, koordinatori kombëtar i fondeve IPA ka ndjekur të gjitha hapat për miratimin dhe ratifikimin e marrëveshjes për facilitetin. Po kështu, ky gjithashtu është për të garantuar transparencën, komunikimin me publikun, është hartuar dhe një plan komunikimi, sepse shumë rëndësishme që t'i përdorim këto platforma përfshirë mundësinë e prezantimit të këtij projektligji në Kuvendin e Shqipërisë, edhe për të shpjeguar përpara qytetarëve sa i përket gjithë këtyre marrëveshjeve, por mbi të gjitha përfitimeve që ka Shqipëria në kuadër të këtyre marrëveshjeve. Në përputhje me angazhimet e vendit tonë, informoj Kuvendin e Shqipërisë se më 16 dhjetor 2024, Shqipëria ka dorëzuar edhe kërkesën e parë për disbursimin e 7% të fondeve me një vlerë prej 64.5 milion euro, duke hapur rrugën për implementimin konkret të masave të parashkuara. Dhe po ashtu në muajt e ardhshëm, pas ndërprerjes, do të vazhdojnë të intensifikohen hapat për funksionalitetin e plot të mekanizmit, përfshirë miratimin e vendimit të Këshillit të Ministrave brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, ne do ta bëjmë më shpejt, si dhe ngritjen e komitetit monitorimit për facilitetin e reformës dhe rritjes brenda 6 muajve. Ky komitet do të monitorojë edhe zbatimin e reformave, edhe po ashtu edhe të investimeve në përputhje me objektivet e përcaktuara sa më sipër. Duke qenë se kjo marrëveshje për facilitetin e reformave dhe rritje përfaqëson një instrument kyç për zhvillimin dhe integrimin e vendit tonë, dhe po ashtu është një mundësi, do të thoya, tepër e rëndësishme
për të forcuar institucionet tona, sikur se u informova më lart, institucionet demokratike, shoqërinë civile, për të përshpejtuar reformat e nevojshme. Unë do ju ftoja zonja e zotrinj deputet ta miratonin në unanimitet këtë marrëveshje, sikurse në fakt duhet ta themi është një praktikë e konsoliduar kjo, jo vetëm Komisioni për Çështje Evropiane, por në Kuvendin e Shqipërisë. Ky është një hap i rëndësishëm për të siguruar vijimsinë e reformave, për të çuar përpara ambicet tona europiane në funksion të realizimit të aspiratës tonë për ta parë Shqipërinë brenda vitit 2030 antare të Bashkimit Evropian. Faleminderit, zonja e zotrinj deputet. Po, zoti Balla, unë e di që ka dhe komisione tjera paralele, po pati mundësi relatorja shkurt dhe unë ta lexoj dhe ta bëj dhe prezantimin e marrëveshjes. Po, shkurt po pati mundësi, se ishte 12 minuta ky prezantim, u tha 4 herë aspirata europiane e Shqipërisë. Kemi rënë dakord në këtë komision për aspiratën, kështu që unë shpresoj ta kalojmë këtë pjesën dhe fokusohemi tek thelbi, që të flasi dhe zonja Gjonaj dhe unë 2 shqetësime përpara se ju të largoheni. Faleminderit. Shumë faleminderit kolege Tabaku për e kuptoj qartë, por aspirata është vetëm ajo gjë që na bashkon. Kështu që tani fokusohemi tek projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 90/2016 për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Auditimit programeve të asistencës të agretuar nga Bashkimi Evropian në Republikën e Shqipërisë. Atëherë 4 gjëra që të jemi shkurt. E para, ky projekt ligj vjen këtu për të bërë një përcaktim dhe ndarje të saktë kompetencave midis drejtorit përgjithshëm të Agjencisë Këshillit Mbikëqyrës sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, por sikurse edhe ju jeni ndjeni edhe të rekomandimeve të Departamentit Politike të Zgjerimit në Komisionin Evropian DigiNear, është kërkesë e tyre për të riparë le themi dhe ndarja e saktë e kompetencave të drejtorit përgjithshëm të agjencisë, të garantojmë pavarësinë funksionale të Agjencisë së Auditimit, duke forcuar kompetencat e drejtorit përgjithshëm, sa i përket në mënyrë të qartë përgatitjes së strategjive dhe lëshimin e opinioneve audituese. E treta, të eliminojmë çdo paqërtësi mbi rolin e Këshillit Mbikëqyrës dhe të përcaktojmë qartë se ai nuk mund të ndërhyjë në procesin e vendimarrjes së agjencisë, le të themi për të garantuar një check and balance mes rolit të Këshillit Mbikëqyrës dhe rolit të drejtorit përgjithshëm, dhe së katërti të garantojmë autonominë e plotë pra të drejtorit përgjithshëm si autoriteti vetëm përgjegjës për auditimet dhe përgatitjen e raporteve dhe opinioneve, si dhe të sigurojmë një proces auditimi i cili të jetë tërësisht i pavarur dhe të mos ketë ndërhyrje të jashtme në proces. Dhe spesti, edhe një çështje tjetër, të eliminojmë disa vakume ligjore të evidentuara gjatë punës për të shpangur çdo interpretim dyfisht, si dhe të garantojmë një pavarësi funksionale dhe financiare të agjencisë, duke siguruar një sistem auditimi transparent dhe efikas. Faleminderit, zonja kryetare, më shkurt se kaq. Atëre kolegja Gjonaj dhe më pas 2-3 shqetësime kryesore që unë shpresoj që t'i dëgjoni. Gjonaj, Resulaj dhe më pas unë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ministër për prezantimin e kësaj marrëveshje, që në fakt është ndër marrëveshjet më të rëndësishme, sepse në radhë të parë lidhet pikërisht me pjesën e asaj çfarë do duhet përfitohet dhe gjithë modalitetet e përfitimit fondeve të një granti pothuajse për 1 miliard eurove, ku padyshim do të jetë mbi bazën e gjithë objektivave dhe planit të veprimit për agjendën kombëtare 2024-2027. Ju i referuat aspektet kryesore dhe unë besoj që nuk është se do të shtoj diçka më shumë përveç faktit që është një proces shumë i rëndësishëm që shkon, është një marrëveshje shumë e rëndësishme që shkon paralelisht me procesin me cilën kemi nisur dhe që kemi synimin për ta përfunduar procesin negociatave deri në 2027, dhe duke pasur paralelisht instrumentin financiar, po edhe njëkohësisht si pjesë e objektivit, një ndër 4 objektivave kryesore dhe të kësaj marrëveshje, pra të marrëveshjes facilitetit, për të pasur instrumentat për të vijuar zbatimin edhe për të patur mbështetjen financiare të zbatimit të reformave që lidhen
me kriteret, veçanërisht atyre të cilat janë kriteret e ndërmjetme për klasterin e parë, që janë themeloret, po gjithashtu edhe për dy element shumë të rëndësishëm që janë më të vështirët në aspektin e negociatave, që ka të bëjë me konvergjencën e tregut rajonale dhe tregut unik europian. Kështu që në këtë aspekt besoj që është një risi, por nga ana tjetër dhe një arritje që e konsideron të gjithë procesin e negociatave deri në fund 2007-s, një proces të përfshirë edhe me aspektin e instrumentave financiare. Për këtë arsye do t'i ftoja të gjithë kolegët edhe me lajmin e mirë të hapjes zyrës rajonale në Tiranë të Parlamentit Evropian, ku padyshim kjo vjen jo vetëm për shkak të besueshmërisë që Shqipëria ka sinjalat i padiskutueshëm edhe i Bashkimit Evropian kuadër të procesit të integrimit evropian, por jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin, dhe besoj që dhe zyra e Parlamentit Evropian këtu do t'japi një mundësi bashkëpunimi shumë të mirë dhe me Parlamentin shqiptar, nisur edhe nga ndryshimet ligjore që ne kemi miratuar përpara 3 vjetësh, duke i dhënë pikërisht komisionit një përgjegjësi të shtuar, por nga ana tjetër dhe një rol, duke përfshirë edhe opozitën më shumë, për pjesën e pozicioneve negociuese dhe të gjithë aspekteve që lidhen me procesin e negociatave. Kështu që në këtë aspekt ftoj të gjithë kolegët për miratimin e kësaj marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit kryetare, shumë faleminderit dhe ministrit për prezantimin. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 90/2016 për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës akredituar nga Bashkimi Evropian në Republikën e Shqipërisë është një propozim i Këshillit të Ministrave, vjen në Komisionin për Çështjet Evropiane në cilësinë e Komisionit për dhënie mendimi. Projekt ligji për disa ndryshime në ligjin 90/2016 për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës synon plotësimin e kuadrit ligjor për auditimin e programeve të asistencës së Bashkimit Evropian në Republikën e Shqipërisë, duke bërë disa ndryshime në termat e përdorur në ligj, duke zhvendosur disa kompetenca nga Këshilli Mbikëqyrës tek drejtori i përgjithshëm, duke ndryshuar formulën e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Kalimi i kompetencave të menaxhimit të Agjencisë së Auditimit nga Këshilli Mbikëqyrës tek drejtori i përgjithshëm i autoritetit bëhet për të respektuar kërkesat e marrëveshjes financiare kuadër të partneritetit mes Komisionit Evropian dhe Republikës së Shqipërisë të ratifikuar me ligjin numër 62/2022 për ratifikimin e marrëveshjes financiare kuadër të partneritetit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për rregullat specifike të zbatimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian për Republikën e Shqipërisë në kuadër të instrumentit të asistencës së parantarësimit IPA, si dhe kërkesat e standardeve ndërkombëtare të auditimit. Kalimi i kompetencave është po ashtu në përputhje me gjetjen e Komisionit Evropian në raportet për Shqipërinë për vitet nga 2021-2024. Projekt ligji nuk është parashikuar në planin kombëtar për integrimin evropian, sigurisë miratuar nga me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 16 datë 11/1/2024 për miratimin e planit kombëtar për integrimin evropian dhe gjithashtu nuk synon për afrimin me ndonjë akt të veçantë të legjislacionit për Bashkimin Evropian. Tani ndryshimet edhe u theksuan nga ministri dhe besoj se kanë dakordsuar mes palëve, kështu që unë nuk po i futem në detaje kryetare, por është e rëndësishme që të theksojmë që të gjitha këto ndryshime do të sjellin një performim më të mirë të agjencisë dhe rritje të efektivitetit të saj në përdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Kështu që do t'i ftoja gjithë kolegët që ta miratojmë projekt ligj. Atëherë, më vjen keq që kalojnë 2 marrëveshje të rëndësishme dhe ne nuk i kemi gjithë kolegët e opozitës këtu, po duke qenë se kjo është dhe mbledhja e fundit e këtij komisioni përpara sesioneve të fundit, unë 2 komente doja t'i bëja. Së pari, për zyrën e Parlamentit Evropian këtu në Shqipëri dhe unë po të citoj mesazhin që më kanë sjell dje përfaqësuesit e EPP-s, cilët unë dua t'i falenderoj, ka qenë mbështetja e kryetarit të Komisionit Jashtëm, zotit McAllister, që ka komunikuar me mua para 2 javësh, javën e shkuar dhe dje mbasi byroja e Parlamentit Evropian u mblodh, po njëkohësisht edhe një vendim i kryetares Parlamentit Evropian zonjës Metsola, po përfaqësuese e Parlamentit Evropian. Dhe po citoj diskutimet që janë bërë dje në komision. Sigurisht, të dyja bashkë, dhe po citoj diskutimet që janë bërë dje në byro. Kjo zyrë është për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk ka lidhje as me qeverinë, as me majorancën, por ka lidhje me aspiratën e shqiptarëve për procesin e integrimit. Ndryshe nga të gjitha vendet e tjera të rajonit, ka një dakordsi politike mes opozitës dhe majorancës.
më thot proces verbal i diskutimeve dje për procesin e integrimit dhe shpresojmë që kjo të mos përdoret për arsye të fushatës elektorale. Dhe këto diskutime të djeshme theksojnë që nëse kjo zyrë është hapur në Shqipëri, është hapur edhe si rezultat i rolit që opozita ka dhe ka pasur në këtë proces dhe mbështetjen që opozita i ka dhënë këtij procesi dhe zoti Balla shpresoj që kjo të mos jetë përsëri një nga gjërat e njanshme që qeveria merr si kredi e vendos si dekorat në gjoks kur nuk i takon. Ju e dini shumë mirë gjeopolitikën, e dini shumë mirë që në asnjë nga vendet e tjera të rajonit kjo zyrë nuk mund të hapej, kështu që le t'ja lëm këtë merit popullit shqiptar dhe ta heqim politikën nga ndarja e krediteve. Për të kaluar ke çështja e dytë, për sa i përket marrëveshjes së pari të facilitetit, un kam dy pyetje dhe dy komente. Së pari, kush do të jetë koordinatori kombëtar? Me sa kuptoj këtu është zyra e Saspaku, do të jetë Saspaku koordinatori kombëtar? Nëse Saspaku do të jetë koordinatori kombëtar, ka marrë masa qeveria e Shqipërisë për të gjitha abuzimet e fondeve që kanë ndodhur duke pasur parasysh dhe Saspakun që të evitohen në të ardhmen? Ne dje këtu hapëm edhe zyrën, një marrëveshje që do të hapet edhe një zyrë BEI-t dhe që është sigurisht një lajm i mirë që nuk do të jetë në dorë qeverisë shqiptare, si jam e sigurt po të ishte në dorë qeverisë shqiptare, njësoj si i Pardi do përfundonte. Cilat janë masat që ju keni marrë që plani i rritjes dhe fondet që vinë me planin e rritjes, që të sqarojmë qytetarët shqiptar, 922 milion euro, nga të cilat 29% janë grante, 71% janë hua, pjesëtuar për 3 vite dhe ka një shpërndarje pak më ndryshe se ai 6 miliardëshi që thonin në fillim, që janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë, që janë shumë të rëndësishme edhe për reformat që do t'i shoqërojnë, sepse po mos ishte për planin e rritjes dhe për shtytjen për këto reforma, jam e sigurt që shtytja nuk do vinte nga qeveria shqiptare. Ne duhem të sigurohemi që këto fonde as nuk do të vidhen, as nuk do të keq përdoren dhe nuk do t'i vendoset Shqipërisë një njoll e zezë për sa i përket fondeve të planit të rritjes, ashtu siç është vendosur me fondet e IPARD-it. Dhe thënë kjo, opozita e ka mbështetur planin e rritjes, ka mbështetur gjithë instrumentat, ka mbështetur çdo proces paralel, jo vetëm për integrimin gradual, por njëkohësisht edhe në mungesë të zgjerimit që nga procesi i Berlinit deri tek plani i rritjes, por ne duhet sigurohemi që këto fonde shkojnë për qytetarët shqiptar, jo për bizneset e zyrtarëve, që këto fonde shkojnë aty ku duhet, sipas agjendës së planit të rritjes. Kjo lidhet njëkohësisht dhe me agjendën dhe me ligjin për sa i përket Agjencisë Auditit, që juve e përmendët pak më përpara. Unë nuk e kuptoj dot, zoti Balla, se si do arrihet pavarësia e institucionit kur formula për emërimin e antarëve ndryshon dhe i pen që të shtat kryeministrit. Këtë nuk kuptoj dot unë. Domethënë, si mundet që një institucion të jetë më i pavarur kur kishte një formulë emërimi dhe dua t'ju kujtoj për të cituar ligjin aktual se si është formula e emërimit. Përbëhet nga 3 antarë me të drejtë rizgjedhje një herë, si Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 3 antarë me të drejtë rizgjedhje një herë. 2 nga këta propozohen nga kryeministri, ku njëri prej tyre zgjidhet nga organizata profesionalëve audituesve ligjor, ndërkohë që antari i tretë propozohet nga Komisioni Parlamentar Përgjegjës për Integrimin, që është ky komision, që të them të drejtën, majoranca e ka bllokuar emërimin e një antari dhe që kur ka përfunduar mandati antarit të shkuar nuk është emëruar një antar dhe ju propozoni që tashmë të kemi një këshill që emërohen të gjithë antarët nga kryeministri. Si mundet sigurohet pavarësia e këtij institucioni kur ndryshon formula e emërimit dhe është tërësisht vetëm nga një organ? Këtë nuk e kuptoj dot. Dhe kërkesa ime për përfaqësues të majorancës ka qenë që ne ta presim, mos të nxitohemi për këtë ligj. Sepse për mua më duket që po merrni një përgjegjësi tjetër dhe një hapësirë tjetër të opozitës në parlament, dhe jo timen personale të çdo opozite që do të jetë këtu. Komisioni i posaçëm ka marrë përgjegjësi të Këshillit Kombëtar të Integrimit, që ka 8 muaj që nuk mblidhet dot, tashmë po hiqni përgjegjësi me emërimin e këtij antarit të Këshillit Mbikëqyrës, dhe nuk më duket që është një hap përpara, por është një hap pas, sepse nuk mundet një kryeministër sado fuqi të ketë, sado lidhje të ketë, sado njohuri të ketë, të përcaktojë që nga Këshilli i Shkencës deri te Këshilli i Auditit. Është një hap pas në pavarësinë e këtij institucione. Faleminderit. Spari, unë nuk
thash asgjë më shumë se sa krenaria e një qytetari shqiptar, kur mes 6 vendeve Ballkanit Perëndimor përzgjedhet Shqipëria për të pasur zyrë rajonale. Dhe unë nuk mendoj që është etike që të citohen procedurë verbale të brendshme nuk është etike të citohen procedurë verbale të brendshme të mbledhjes së byros Parlamentit Evropian, por përfitoj nga rasti që të rishpreh falenderimin në emër qeverisë shqiptare, por edhe si antar i shumicës qeverisë në këtë vend, por të gjitha grupet politike në Parlamentin Evropian, të cilat, le të themi, bashkëformojnë shumicën në Parlamentin Evropian, grupin e Partive Popullore Europiane, grupin Socialist dhe Demokrat në progresistët në Parlamentin Evropian, Renew, Green dhe të tjerë që e kanë mbështetur. Nuk është rasti që Shqipëria përzgjedhet, padyshim që aty ka pasur një garë mes vendeve, madje me që i hapet to procedurë verbalet, unë nuk do të tregohem pak më i kujdesshëm, deri në momentin e fundit ka qenë dhe një vend tjetër që ka konkuruar për këtë. Dhe nuk është rasti që sot në 2025 Shqipëria përzgjedhet, kur të kujtojmë që në vitin 2013 apo 2014 ishim një vend që konkuronim për të quajtur vend kandidat në Bashkimin Evropian. Sot jemi vendi që mund të mbylli i pari marrëveshjen për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë këndvështrim, kur qytetarët shqiptarë na besuan detyrën për qeverisur vendin, përgjegjësinë e madhe për qeverisur vendin, investimet e Bashkimit Evropian në Shqipëri ishin në vlerën 284 milion, dhe si në çdo sektor, edhe këtu, sa i përket procesit të antarësimit Bashkimit Evropian, jemi trefishuar duke shkuar në 690 milion euro, dhe gjatë periudhës 2021-2027 ne do të shkojmë në 2.6 miliard euro, dhe dua të informoj qytetarët shqiptarë që me antarësimin dhe në vitet e para të antarësimit i Bashkimit Evropian, kjo shumë do të shkojë në të paktën 6.3 miliard euro. Dhe këto janë gjëra të prekshme, sepse për cilat qeveria shqiptare punon çdo ditë. Sa i përket shqetësimeve që u ngrinin, unë i thash në fjalën time që synohet që të rritet transparenca, të luftohet konflikti interesave. Dua t'ju informoj që Saspaku është koordinatori, Saspaku nuk menaxhon fonde, monitoron fonde. Pra, në këtë aspekt besoj që duhet jemi korrekt. Saspaku është një institucion tepër i besueshëm në marrëdhënie me Komisionin dhe me institucionet e tjera të Bashkimit Evropian, duke vendosur standardet më të mira të kësaj detyre që i është besuar, dhe prandaj erdhëm në komisionin tuaj nderuar, por mbi të gjitha në Kuvendin e Shqipërisë, për të bërë disa ndryshime në kuadrin ligjor sa i përket projekt ligjit për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Auditimit Programeve të Asistencës të akredituar nga Bashkimi Evropian. Kemi ardhur para jush, zonja kryetare, me disa ndryshime që i kemi dagursuar me DG NS tani, se nuk është më DG NIR, pikërisht duke ju referuar disa nevojave apo këtyre rekomandimeve, dhe besoj që t'jeni sigurt që Komisioni Evropian që me cilin i kemi dakordsuar këto ndryshime, di fare mirë që këto ndryshime garantojnë pavarësinë funksionale të Agjencisë Auditimit, duke forcuar më së miri kompetencat e drejtorit përgjithshëm, përgatitjen e strategjive dhe lëshimin e opinioneve audituese, por edhe të eliminojmë edhe ndonjë paqartësi që ju ndoshta me drejt kishit sa i përket ndarjes me thik të rolit të Këshillit Mbikëqyrës, dhe të përcaktojmë qartë se Këshilli nuk mund të ndërhyjë në procesin e vendimarrjes së agjencisë. Për këtë kemi ardhur. Pra kemi sjell ligj që të riparojmë hamendësimet që ndoshta ngrihen edhe me të drejtë. Prandaj e vlerësoj shumë
i vlerësoj shumë komentet që bëhen nga ana gjithë kolegëve dhe t'ju garantoj që ne nuk kemi kohë për të humbur. Na duhet hecim shumë shpejt përpara sa i përket plotësimit të këtyre rekomandimeve të vëna, në mënyrë që të garantojmë që Shqipëria të përfitojë sa më shpejt edhe fondet e tjera të vendosura në dispozicion. Jam shumë i gatshëm që të vi përsëri në komisionin tuaj, ndoshta pas zgjedhjeve të 11 majit, sepse do të kemi edhe disa javë punë me këtë legislaturë për të bërë një informacion të plotë të gjitha fondeve dhe të gjitha vlerësimeve që bën qoftë Komisioni Evropian. Besoj në ditën vijim Parlamenti Evropian miraton edhe raportin për Shqipërinë, ku do të ishte me vend edhe një diskutim me komisionin tuaj apo me Këshillin Kombëtar të Integrimit të lidhur me këto çështje. Dhe njerë zonja Tabaku, nderuar antar të Komisionit për Çështje Evropiane, shumë faleminderit për mundësinë që më dhat dhe sikurse u shpreh nga të dy përfaqësueset e të dy grupeve më të mëdha politike në Kuvendin e Shqipërisë, mirëpresim mbështetjen tuaj me votë sa i përket kësaj marrëveshje ditën e njëjtë në seancë dhe ku besojmë që edhe të mos vonohet dhe hyrja në fuqi me qëllim plotësimin e disa, le të themi, afateve. Litë fundit, me qënë se do lëvizni në komisionin tjetër, me qënë se s'keni kohë për të humbur, atëherë mos e merrni gjithë përgjegjësinë për të emëruar gjithë anëtarët e agjencisë të auditit. Mos e ndryshoni funksionet dhe ndarjen e agjencisë të auditit, siç janë anëtarët e bordit të Këshillit Mbikëqyrës. Shkruajeni në raportin e komisionit tuaj. Është shkruar në raportin e komisionit. Tani Se unë nuk besoj raporti bëhet përpara diskutimit. Raporti ndjes memo sugjeruese, e cila diskutohet njëkohësisht dhe me juve. Po çfarë vlerë ka ajo, po u bë raporti, po u bë memo nëse votohet këtu? Kam pas deri në 17 vjet antar i këtij komisioni dhe vlerësoj shumë. Dhe unë nuk e besoj që ju talleni me këtë komision, shkruani në raport, se po u votua ajo këtu, nuk ka asnjë vlerë çdo lloj raporti. Ka një Jeni një përfaqësuesi i qeverisë që unë po ju bëj një sugjerim. Mos e ndryshojmë skemën e emërimit të antarëve të Këshillit Mbikëqyrës, sepse nuk e rrit pavarësinë. Dakord për dy propozimet e tjera, për të riformatuar, por njëkohësisht për siguruar mekanizma që ka më shumë transparencë dhe llogaridhënie, mos të ndryshojmë formulën e emërimit. Është diçka që kemi dakordsuar edhe me Bashkimin Evropian. Hyrja me njëherë në fuqi e këtyre ndryshimeve ka të bëjë me disbursimin e menjëhershëm të fondeve nga Bashkimi Evropian. Faleminderit zonja Tabaku, ju e dini më mirë se unë që kjo që them unë është e vërteta, po jemi në ethet e fushatës elektorale dhe unë i mirë kuptoj. Valla, kështu kam folur që ditën e parë se s'kam nevojë për fushatë elektorale të bëj opozitë. Jo. Tani kjo që po ju them është nuk ka lidhje antarët e Këshillit. Mirë, zonja Tabaku, nuk e marrim në konsiderat propozimin tuaj. Atëherë, dakord, kjo është më korrekte se të thuash shkruaj në raport. Faleminderit. Po sepse ka një teknik parlamentare ku thuhet që mendimi i shumicës, mendimi i pakicës. Po në rastin fjalë nuk kemi shumicë dhe pakicë, jemi të gjithë bashkë sepse antarësimi i Bashkimit Evropian na përket gjithëve. Ashtu ndajmë. Dakord, faleminderit për mosdakordsinë edhe ndjej keqardhje që sa herë që kërkohet që qeveria të marrë një hap pas për vendime që zën hapësirën e opozitës nuk e merrni kurrë. Ndërkohë që opozitës gjithkohon si kërkoni konsensus për çdo lloj çështje. Ndjej keqardhje zoti Balla për këtë vendim që keni sjellë për ligjin e auditit. Faleminderit. Do votojmë në fund sepse presim diskutojmë për projektet e tjera dhe ftojmë përfaqësuesit e ministrisë. Mund të largohem unë zonja Tabaku? Po, ndjes sepse do shkonin komisionin e jashtëm, po. Përfaqësuesit e ministrisë, cila ministri është tani? Të financave, po, për sa i përket projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes SUAS ndërmjet Republikës Shqipërisë i UAMAR-s, Bankës Shqipërisë si agenti UAMAR-sit dhe Bashkimit Evropian përfaqësuar nga Komisioni Evropian si UA-dhënës për lehtësinë e reformës dhe zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, ku është relator zoti Xhafaj.
Atëherë, me qënë se jemi gati, kemi Ministren për ligjin për rinin, vazhdojmë disa shtresa dhe ndryshime në ligjin 75-2019 për rinin, ku relator është zoti Krashi, kemi Ministren zonjën Bora Muzhaqi dhe zotin Oltion Pengu që është ekspert. Ju lutem zonja Muzhaqi, fokusohemi tek fusha e këtij komisioni. Çfarë lidhje ka ligji me procesin e integrimit, detyrimet, a është për afrim apo jo, dhe njëkohësisht edhe si pjesë ndoshta e planit të rritjeve ose agjendave paralele, si mund të ndihmojë ky ligj ose pengoj? Faleminderit. Shumë faleminderit nderuar kryetare, të dashur deputet. Shumë faleminderit dhe për kohën sot për të diskutuar këtë ligj që është shumë i rëndësishëm për fushën e rinisë. Për ta filluar sipas porosisë kryetares, do doja të thosha që duke qenë se rinia është një fushë për cilën nuk ka direktiva të posaçme nga Bashkimi Evropian, pra është një fushë e cila ka soft aki të buta. Çfarë synon që të bëjë ky ligj është të parafrojë rregulloret dhe jo direktivat, sepse ato janë vetmet që janë të përshtatshme për ligjin e rinisë, por si dhe gjithashtu edhe pjesën e Këshillit të Evropës. Pra të gjithë rekomandimet e Këshillit të Evropës, ky ligj i integron. Dy nga pikat që janë shumë të rëndësishme dhe që të lidhen në mënyrë të posaçme me pjesën e Bashkimit Evropian janë standardet për qendrat rinore, që ne nuk i kemi pasur më herët, dhe ky ligj synon që ne të kemi standarde të qarta dhe të mirë përcaktuara për se si duhet jenë të konceptuara, të ndërtuara dhe të përgatitura qendrat rinore në Republikën e Shqipërisë, pra cilat duhet të jenë ato specifikat qoftë teknike, por edhe specifikat në nivel funksionaliteti, pra çfarë kapacitetesh dhe aftësish duhet kenë ata punonjës rinor që punojnë në qendrat rinore, dhe kjo është pika e parë e cila parafrohet në aspektin e rregulloreve të Bashkimit Evropian, dhe pika e dytë e cila është gjithashtu shumë e rëndësishme është pjesa e punonjësve rinor. Tani që flasim, ne nuk kemi një parashikim të posaçëm për punonjësit rinor, dhe kjo është arsyeja pse kemi menduar të arsyeshme që në këtë ligj ne të parashtrojmë një metodologji të mirëfillt për njohjen e akreditimeve të atyre që quhen si punonjës rinor, pra ata që punojnë në mënyrë të përditshme me trinj, si dhe pjesa e tjetër që është shumë e rëndësishme është edhe krijimi një metodologjie dhe një metode trajnimi për punonjësit rinor, në mënyrë që ata që merren me trinj tanë në gjithë Republikën e Shqipërisë të kenë mundësinë që të kenë disa aftësi dhe kapacitete të veçanta për të përshtatur me rolin dhe me natyrën e punës tyre. Kjo gjë është bërë edhe me profesione të tjera, ne kemi menduar të arsyeshme që ta shtrim dhe te profesioni punonjësit rinor, do të njihet sigurisht edhe komponenti i eksperiencës dhe komponenti i njohurive që janë marrë përpara kalimit të këtij ligji, pra nuk do të ketë një përjashtim për ata që kanë bërë këtë punë në të shkuar. Por këto sigurisht do të përcaktohen me kriteret dhe me ndihmesën e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit, të cilët do të përgatisin një modul të veçantë për sa i përket trajnimit të punonjësve rinor. Këto janë dy pikat ku unë mendoj që ka një pikëprerje me komisionin përgjegjës, ndërkohë për të dhënë një përmbledhje të shkurtër të ndryshimeve ligjore, po përpiqem ta mbaj shkurtimisht të pjesë. Një nga komponentët kryesorë që synon të ndryshojë ky ligj është niveli vendimarrjes dhe i përfaqësimit të rinjve. Nuk e di nëse jeni ndjeni, por ne tashmë kemi 61 këshilla vendor rinor, pra këshilla që janë në nivel bashkie, dhe kemi edhe një këshill kombëtar rinor. Këto kanë qenë funksional deri më sot, por kemi kuptuar që ka një nevojë më të madhe për gjithë përfshirje, pra për përfshirjen e grupeve të marginalizuara, por edhe për përfshirjen e të rinjve me aftësi të kufizuara. Kështu që kemi vendosur një kuotë specifike në mënyrë që t'i kemi të angazhuar në pjesën e vendimarrjes qoftë në nivel lokal, por edhe në nivel kombëtar. Pika tjetër që është e rëndësishme për këshillat vendore rinor dhe për këshillin kombëtar rinor është edhe komponenti i financimit. Pra shpesh herë ne kemi pasur aty të angazhuar vetëm trinj që i kanë mundësitë financiare për të ndjekur takimet apo për të bërë pjesë e këtyre aktiviteteve. Tashmë parashikojmë edhe një financim të vogël për sa i përket angazhimit të trinjve në këto këshilla vendore rinor. Ndërkohë deri më sot e kemi pasur këshillin vendor rinor të kryesuar nga kryetari i bashkisë, me anë të këtij ligji ne propozojmë që të bëhet me bashkëkryesim, pra të jetë edhe kryetari i bashkisë, por të jetë gjatë gjithë kohës edhe një njerëz i cili kryeson mbledhjen, me qëllim që dhe objektivat, agjenda dhe metodologjia e bërjes takimeve të jetë në fakt në linjë me çfarë të rinjt vërtet kërkojnë. E njëjta gjë shërben edhe për këshillin kombëtar rinor, ku deri më tani sipas ligjit e kam drejtuar unë si ministre përgjegjëse për fushën e rinisë, por kemi menduar që të kem bashkëkryesi edhe me një të ri. Pra të jetë një njerëz që përzidhet nga vetë shokët, që të jetë në krye të Këshillit Kombëtar Rinor për të vendosur agjendën dhe për të vendosur se cilat do të jenë çështjet të cilat diskutohen në kuadër të politikave rinore.
Një pikë tjetër që shumë e rëndësishme lidhet me pjesën e mbështetjes së trinjve dhe në fakt ky ligj ndonse nuk është direkt i lidhur me çështjet që trajton ky komision, janë 3 programe të reja që shërbejnë për të fuqizuar trinjt. I pari është programi kombëtar i praktikave të punës, ku ne kemi vendosur që këtë vit do të ketë edhe një trajnim të posaçëm për trinjt që do bëhen pjesë e këtij programi. Është një program 3 mujor praktikash, është eksperjenca e parë në administratën publike. Kjo nuk ka qenë më herët një pjesë e këtij programi dhe gjithashtu dhe një kompensim për pjesën e trajtimit ushqimor të trinjve që bëhen pjesë e këtij programi. Supozohet që do të ndikojë 600 të rinj çdo vit që do të jenë pjesë e programit praktikave dhe prej tyre kushdo që rezulton i suksesshëm deri në 200 prej tyre do të punësohen në administratën shtetërore në pozicionet ku ata kanë zhvilluar praktikën. Programi tjetër lidhet me talentet. Kjo besoj ju prek ndoshta nga ana personale si prindër që mund t'jeni për fëmijët që fitojnë kompeticione të ndryshme dhe duan që të përfaqësohen në nivel ndërkombëtar, ne do të ofrojmë një mbështetje për pjesën e kostove të transportit dhe pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare. Pra thelbi është që nëse kemi fëmijë që vinë nga një familje me nevoja ekonomike apo të rinj që janë pjesë që nuk e kanë të mundur të paguajnë kostot për të marrë pjesë në një kompeticion ndërkombëtar ku përfaqësojnë Shqipërinë, ne do të kemi mundësinë që t'i mbështesim që ata të shkojnë dhe ta përfaqësojnë dinjësisht Shqipërinë kudo që ato kanë rezultuar fitues në kompeticione. Dhe e treta që është një tjetër nisëm që ndikon në nivel lokal, është programi nismave komunitar, ku praktikisht ne njohim grupet informale të trinjve, ku 4 të rinj mund të bëhen bashkë, të shkruajnë një projekt shumë të thjeshtë dhe të marrin një financim për të bërë një ndryshim në qytetin e tyre. Pra duan që të shtojnë disa libra të biblioteka qytetit, duan të shtojnë një park të vogël aty anash shkollës tyre, duan të bëjnë një kopësht të vogël. Koncepti është që nëse trinjt kanë ide të bukura që duan të realizojnë për qytetin e tyre, pse jo t'i mbështesim që ata të jenë ata që i vendosin këto ide edhe në veprimtari dhe nuk i lënë vetëm në letër. Kështu këto janë 3 nga programet që ne kemi parashikuar në këtë ligj. Pjesa tjetër pastaj nuk po zgjatem më tepër, nëse do të keni pyetje apo komente, mbetem nga dishmëri për t'ju përgjigjur. Faleminderit zoti Krashi. Ne kemi ligj për rinin, projekt ligji synon përmirësime të mëtejshme. Faleminderit për fjalën. Pa hyrë në detaje sepse ministra ishte shumë e zaruese në të gjitha që tha. Ndryshimet ligjore që propozohen mbështesin reformat e ndërmarra në fushën e rinisë në të gjitha aspektet për të krijuar mekanizma shtesë për mbrojtjen dhe promovimin e aktiviteteve të rinisë. Përsa takon specifikisht Komisionit për çështje europiane, ndonse nuk ka përpjekje për përputhshmëri me akit Bashkimit Evropian në mënyrë të drejtë për drejtë, siç e tha dhe ministrja, ka përsa takon përputhshmërisë së butë dhe në këtë kuptim ka lidhje me komisionin tonë. Unë kërkoj më shumë mirësjellje të gjithë kolegëve që ta meratojnë. Faleminderit. Faleminderit. Kisha 2 pyetje. E para, ka pasur konsultime të këtij projekt ligji me shoqërinë civile? A është diskutuar ky projekt ligj? Sepse varianti fillestar i projekt ligjit është ndryshe nga ai variant që ju keni sjellë sot këtu. Ka ndodhur ndryshime të qëndësishme në projekt ligj. Së dyti, unë kam një shqetësim shumë madh për faktin që juve nuk po e lëni rinin që të organizohet vetë, po vendosni kryetarët e bashkive që të drejtojnë këto këshillat rinor, atje që të koordinojnë dhe më duket një monopolizim i gjithë këtyre këshillave rinor, të cilëve nuk i lini hapësirë. Ndoshta ka qenë shumë e largët koha kur ne kemi qenë të rinj, kemi qenë student, por të paktën kishim mundësinë e vetë organizimit dhe hapësirën për të vetë organizuar. Dhe për mua kjo përbën problematik sepse lidhet me hapësirën që kanë dhe do kisha shumë dëshirë për shkak që organizata rinore të ishin Këshillin Kombëtar të Integrimit. Do kisha shumë dëshirë që këto të ishin edhe debatues publik për çështjen e integrimit, që të përçonin zërin, të ishin pjesë e shoqërisë civile që aktivizohen, po mënyra se si ju po e krijoni qoftë këto këshilla dhe mënyra se si po e organizoni raportimin e tyre, për mua i bën këto palë të qeverisë. Faleminderit. Shumë faleminderit për të 2 pyetjet, se janë vërtet konstruktive dhe shërben që t'i kthejmë një përgjigje të plot. Për sa i përket konsultimit me shoqërinë civile, më lejoni t'ju them që ky ligj është konsultuar gjërësisht. Konsultimi për këtë ligj ka zgjatur 1 vit, ka filluar në janar të vitit shkuar dhe ka përfunduar në dhjetor të 2024-s. Për t'i përmbledhur ndoshta konsultimet që ne kemi bërë, konsultimi ka filluar në Këshillin Kombëtar të Rinisë, ku në fakt ka
16 antarë, nga të cilët 8 prej tyre janë përfaqësues të shoqërisë civile, pra janë organizata rinore dhe organizata për të rinjt, dhe ndërkohë 6 të tjerë janë përfaqësues të këshillave studentore. Pra konkretisht, që kur ka filluar procesi i hartimit të ndryshimeve ligjore, është diskutuar në nivel konceptual me shoqërinë civile dhe me të rinjt përfaqësues. Përveç kësaj, gjatë gjithë vitit ne kemi organizuar workshope të ndryshme, ku kam pasur mundësi të gjithë antarët e shoqërisë civile, janë çuar mbi 300 ftesa për shoqërinë civile dhe ka pasur një pjesëmarrje shumë të gjerë, qoftë në aktivitetet fizike që ne kemi organizuar, por edhe në aktivitete online që kemi pasur diskutime. Ngjitur me raportin që ju kemi dërguar edhe sot, keni edhe raportin e konsultimeve publike, ku detajohen ndoshta në nivel qelizor të gjithë takimet që ne kemi zhvilluar, ndër të tjera kanë ndetur edhe një muaj në konsultime publik, siç është edhe detyrimi jon. Po ka pasur komente konstruktive që na kanë ardhur nga shoqëria civile dhe kemi bërë një punë shumë të mirë, sepse pjesa më e madhe e komenteve që na kanë ardhur nga shoqëria civile në fakt janë pranuar, dhe kjo ndoshta nuk na u lejuar shumë rasti në takimin e fundit që kishim me komisionin përgjegjës, ku shoqëria civile shprehu komentet dhe argumentet që ata na kishin dërguar, dhe në fakt me një parafrish që ne kemi përllogaritur diku te 75%, 80% e komenteve që kanë ardhur nga shoqëria civile në fakt janë integruar në draftin e ndryshimeve të projektligjit që ne përcjellim sot. Megjithatë, diçka që duhet thënë është që pjesa e konsultimit për ne ka qenë thelbësore. Nuk kemi mbetur vetëm me konsultimin që bëhet online, por kemi pasur diskutime në nivel lokal dhe në nivel kombëtar. Pra ne kemi shkuar në 15-16 bashki ku kemi pasur takime me të rinjt e zonave, për ato bashki ku nuk ka pasur shoqëri civile, sepse duhet thënë dhe kjo që ju me shumë të drejtë në kohën tuaj e mbani mend, po edhe kur kanë qenë më herët, organizimet e të rinjve kanë qenë më të shumta, dhe në fakt ka pasur një organizim ndoshta më strukturor nga ana e të rinjve vet, ndërkohë që me të rinjt të sotshëm ndonjëherë ka dhe nevojë për pak asistencë. Por për sa i përket konsultimeve, besoj që është shtrirë në çdo nivel të mundshëm, që nga vetë të rinjt që janë pjesë e këshillave vendore rinor, të rinjt që janë pjesë e shoqërisë civile, dhe së fundi përpara se të miratohesh dhe përpara se të kalohesh në qeveri, është diskutuar për herë të dytë në Këshillin Kombëtar të Rinisë, dhe ka marrë miratimin, siç përmenda, e 8 antarëve që janë nga shoqëria civile në Këshillin Kombëtar të Rinisë dhe janë të përzgjedhur nga vetë shoqëria civile, pra nuk i ka përzgjedhur ministri apo dikush tjetër, janë përzgjedhur ata vetë nga bashkëmoshatarët e tyre, dhe ndërkohë nga 6 të rinj që janë përfaqësues të këshillave studentore, konkretisht të Shkodrës, të Tiranës, të Durrësit, dhe në mos gaboj duhet kemi edhe të universiteteve të tjera. Kështu që për këtë pjesë e kemi konsultuar dhe kemi marrë parasysh çdo koment të mundshëm, dhe besoj që kemi arritur të arrim një konsensus me shoqërinë civile për propozimin që kemi sjell sot këtu para jush. Ndërsa për pyetjen e dytë lidhur me këshillat vendore rinor, në këshillat vendore rinor vlen teksohet që nuk janë vetëm të rinjt pjesë e këshillave vendore rinor, por janë dhe organizatat e shoqërisë civile. Dhe ajo nuk është konceptuar si një organizëm ku ne i themi të rinjve hajde mblidhuni ju, sepse të rinjt në çdo moment janë të lejuar të mblidhen dhe të bëjnë aktivitete me vetë organizim. Ne kemi shoqëri civile shumë aktive në të gjithë qytetet e vendit, por Këshilli Kombëtar Rinor dhe Këshilli Vendor Rinor ka si koncept diçka që është përfshirja e të rinjve në vendimarrje, dhe të rinjt nuk mund të përfshihen në vendimarrje nëse nuk kanë në tavolinë dikë që është vendimarrës. Pra siç do të ishte rasti nëse ne do bënim një këshill rinor për Komisionin e Çështjeve Evropiane, patjetër që ju si kryetari do duhet të ishit në krye të Këshillit Vendor Rinor për çështjet evropiane, sepse ndryshe të rinj do ishin duke folur me njëri tjetrin dhe këtë mund ta bëjnë edhe pa asistencën e qeverisë apo pa asistencën e parlamentit. Koncepti është që të rinjt të përfshihen vendimarrje, duhet patjetër të kenë dikë që është vendimarrës në tavolinë për diskutuar dhe që të kenë mundësi që mendimet e tyre të dëgjohen. Kjo është arsyeja pse Këshilli Vendor Rinor ka kryetarin e bashkisë dhe kjo është arsyeja pse Këshilli Kombëtar Rinor ka ministrin përgjegjës për rinin. Kjo nuk do të thotë në asnjë moment që të rinjt nuk mund të bëjnë grupet e tyre, përkundrazi një nga nismat që ne sjellim sot janë njohja e grupeve jo formale të rinjve. Pra 4 të rinj bëhen bashkë dhe mund të marrin financim nga ana e Agjencisë Kombëtare e Rinisë për të zbatuar projektet dhe idetë e tyre. Dhe kjo është sigurisht një mënyrë shumë e mirë që të rinjt të çojnë përtej edhe organizimet që ata vetë bëjnë. Është një mënyrë mbështetje për ta, nuk është absolutisht një mekanizëm për t'i vendosur brenda kuadratit. Është thjesht një akses tjetër ku të rinjt mund zgjedhin që të angazhohen në vendimarrje. Shpresoj që isha e plotë. Të ishe e plot, po unë jam prap kundër. Atëherë ka ndonjë pyetje, koment nga kolegët, sugjerim, shtesë? Atëherë në qoftë se nuk ka, ne do e kalojmë votimin në fund. Faleminderit ministres, do vazhdojmë me pikën tjetër të rendit të ditës, që duhet të jenë gati përfaqësuesit e Ministrisë Financave, zoti Florian Semani, zonjën Kesiana Alili dhe zonjën Elona Mistrovica, për ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë së Uamarës, Bankës së Shqipërisë, Agjenti i Uamarësit
dhe Bashkimit Evropian përfaqësuar nga Komisioni Evropian si uadhënës për lehtësinë e reformës dhe zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Këtu relator kemi zotin Etienne Xhafaj. Ftojmë përfaqësues të ministrisë. Faleminderit. Atëherë, duke falënderuar zëvendësministrin, filloni për prezantimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë si uamarrës, Bankës Shqipërisë si agenti uamarrëse, Bashkimit Evropian përfaqësuar nga Komisioni Evropian si uadhënës për lehtësinë e reformës dhe zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Japim fjalën përfaqësuesve të qeverisë. Më lejoni të them dy fjalë në lidhje me fizibilitetin ekonomik të marrëveshjes, që ka lidhje dhe me buxhetin e shtetit shqiptar. Kjo hua jepet në kushte shumë të favorshme për buxhetin e shtetit shqiptar, sepse kostot e alokimit janë komplet të vendosura nga Bashkimi Evropian dhe nuk ka asnjë kosto shtesë për buxhetin e shtetit shqiptar. Bëhet fjalë për një sasi prej 922 milion euro, një pjesë e cilës duhet në formën e grantit dhe pjesa tjetër duhet në formën e huas. Për teknikat detaje, sepse ne diskutuam dhe pjesën tjetër të marrëveshjes në Ministrinë e Shtetit, që të orientojmë që mos kemi pyetje më pas. Që ta kuptoj dhe komisioni, janë 922 milion euro, 29% janë grante, 71% janë hua. Po, ndjes, sepse është dhe relatori më pas. Fokusohemi te pjesa që lidhet me këtë komision dhe sigurisht duke pas parasysh edhe kufizimet buxhetore. Faleminderit. Okay. Atëherë dëshiroj të theksoj sikurse e përmendi dhe zëvendësministri, vendi ynë nga kjo paketë financimi do të përfitojë rreth 922 milion euro në total, nga të cilat 265 milion euro janë grant, të cilat do të shkojnë për projektet investime dhe do të konkurrojnë në fondin e investimit të Ballkanit Perëndimor. Pra granti në 265 milion euro dhe pjesa tjetër 657 milion euro do të jenë kredi afatgjat me një afatshlyerje deri në 40 vite. Nga e gjithë financimi 922 milion euro, 53% do të shkojnë për projekte investimi dhe pjesa tjetër, rreth 429 milion euro do të jetë në formën e mbështetjes buxhetare. Pra që është e kushtëzuar me arritjen e reformave të përcaktuar në agjendën kombëtare të reformave për vitet 2024-2027. Pra do të ketë faza monitorimi nga Bashkimi Evropian për përmbushjen e reformave të përcaktuara në këtë agjendë, me kusht pastaj disbursimin e kredisë edhe grantit për projektet e investimit. Sa i përket termave financiare, kredit me Bashkimin Evropian kanë termat më të favorshme nga gjithë kreditorët e tjerë. Dëshiroj të sjell në vëmendje këtu kredin mbështetjen buxhetare të marrë në vitin 2020 nga Bashkimi Evropian, për cilën norma e interesit ishte vetëm 0.125% dhe për këtë kredi priten që normat e interesit jenë tepër të favorshme për financat publike. Aktualisht në kuadrin makroekonomik dhe fiskal janë të parashikuar të gjitha vlerat për projektet e investimit sipas financimit të pritshëm nga BE. Ju faleminderit. Faleminderit, japim fjalën relatorit. Faleminderit kryetaresh, faleminderit zëvendësministrit dhe drejtoreshës për shpjegimin. Si në vijim të asaj që diskutoi dhe Ministri i Shtetit për marrëdhënien e Parlamentit, nga gjithë marrëveshja tërësore, kjo marrëveshje, pra ky projekt ligj specifik për aktivikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës Shqipërisë UAMARSI, Bankës Shqipërisë, Agjenti UAMARSI dhe Bashkimit Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian, për lehtësinë e reformës dhe zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Kjo synon plotësimin e kuadrit ligjor, ndërkohë që pjesa e grantit fokusohet kryesisht mbi plotësimin e kuadrit institucional për të mundësuar financimin e reformave të parashikuara në agjendën kombëtare të reformave 2024-2027
dhe vlera totale e kësaj huaje është 657.458.743.67 euro, që siç e theksoi dhe drejtoresha, ne kemi tërësisht hapësirën dhe mundësinë për të shlyer këtë instrument financimi nga ana e Bashkimit Evropian për reformat që i duan Shqipërisë deri në vitin 2027 për të arritur atë që është objektivi jon, pra plotësimin e të gjithë standardeve dhe kërkesave teknike për përmbylljen e negociatave për të gjithë grup kapitujt dhe të 36 kapitujt deri në fund të vitit 2027. Sa i përket parafrimit, vlerësimi ligjshmërisë sipas shërbimit legjislacionit është tërësisht në përputhje. Sa i përket përputhshmërisë me akinën, nuk synojmë me anë të kësaj marrëveshje të kemi ndonjë përputhshmëri, por sigurisht që ky instrument ka objektiva të cilat vijojnë mbështetjen që marrëveshja e facilitetit që u prezantua nga ministri Balla më parë për reformat dhe rritjen ekonomike të Shqipërisë dhe është në vijim të asaj marrëveshje që ne miratuam të komisionet dhe dje për miratimin e hapjes së zyrës së Bankës Evropiane të Investimeve në Tiranë, për zyrës për Ballkanin Perëndimor të Parlamentit Evropian, që është, besoj unë, një arritje që të gjithë duhet ta përshëndesim, dhe sigurisht duke parapar atë që do të jetë edhe samiti i Bashkimit Evropian i 16 majit, që sigurisht faktikisht do mbahet në Tiranë vis-a-vis të 5 vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, tregon edhe një herë jo vetëm mbështetjen që Bashkimi Evropian po jep Shqipërisë në vijimsi, por edhe arritjet e Shqipërisë përballë Bashkimit Evropian dhe në vijim të kësaj aspirate të gjithë shqiptarëve. Sa i përket kapitujve, besoj që nga ana e shërbimit legjislacionit, sipas memos që na është çuar para 2 ditësh, të gjitha janë në përputhje me kriteret proceduriale dhe për këtë arsye do i ftoja të gjithë kolegët e këtij komisioni që ta miratojmë këtë marrëveshje si një arritje dhe si një gur tjetër miliar në vijimin e asaj që është rrugtimi i Shqipërisë drejt bashkimit, drejt antarësimit si antari me drejtat plota i Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Xhafaj. Zoti zëvendës ministri, meqense është hera e parë që jeni në këtë komision, unë 2 pyetje dhe shqetësime kam. Së pari, a ka mekanizmat të ngritura e qeveria shqiptare për të siguruar që këto fonde nuk do të keq përdoren? Ka ndodhur në 2 raste keqpërdorimi i fondeve. Zyra e Saspakut është përfshirë në një mashtrim financiar dhe njëkohësisht fondet e IPART-it janë bllokuar me sa duket deri vitin e ardhshëm. Edhe këtë vit nuk do të ketë rishikim, megjithse mbas auditit qeveria shqiptare ka prezantuar një plan masash. E dyta, a jemi të siguruar neve që i gjithë fondi për sa i përket kredive të buta janë të llogaritura në tavanet e kredive dhe ka kapacitet qeveria shqiptare për të qëndruar marrjes së këtyre kredive në kohë? Patjetër, shumë faleminderit për pyetjen. Në lidhje me pyetjen e parë, desha të them që ka një bashkërendim ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Komitetit Evropian në lidhje me auditimin e fondeve që janë të alokuara për investime në Shqipëri. Domethënë, çfarë ndodh që nuk do ketë vetëm një auditim nga ana e Republikës së Shqipërisë dhe organet të caktuara të saj, por dhe organet të caktuara kompetente të Bashkimit Evropian, që do bashkëndojnë investimet dhe auditimin e këtyre investimeve. Në lidhje me pyetjen e dytë, desha të them edhe më përpara që Bashkimi Evropian ka një metodologji të caktuar të alokimit të fondeve dhe të kostave të tyre. Dhe buxheti shqiptar nuk i shkon asnjë kosto shtesë përveç kësaj koste të cilën Bashkimi Evropian e merr nga tregje ndërkombëtare financiare, duke qenë një kreditor i cilësisë mjaft të lartë. Pra dua të them që fizibiliteti ekonomik i pagesës dhe i mbështetjes financiare në buxhetin e shtetit shqiptar është shumë i pranueshëm. Këtë e them domethënë me garanci të plotë. Faleminderit që e sqaruat dhe këtë. E kisha fjalën për limitet e borxhit. Kemi miratuar buxhetin e shtetit. Të kuptoj. Dhe buxheti i shtetit ka një limit caktuar për sa i përket borxhit. Çfarë ndodh është një pjesë e buxhetit, vendoset për mbështetje buxhetore. Një pjesë e huas, Kesiana mund të flas më shumë në detaje, por një pjesë e huas
vendosur për mbështetje buxhetare dhe do jetë pjesë e rezervës së shtetit në lidhje me plotësimin e nevojave fiskale të vendit. Apo jo, Kesian? Sikur se përmendi dhe zëvendësministri, dëshiroj të theksoj që në buxhetin e vitit 2025 janë të parashikuar në tavanet buxhetore financimi i huaj për projekte dhe parafinancimi që do të sigurohet nga Bashkimi Evropian, që është 7%, e gjithë shumës do jetë në parafinancim, ndërkohë në vitet e ardhshme në kuadrin makroekonomik dhe fiskal janë parashikuar në nivelet e borxhit të gjitha disbursimet e pritshme nga kredia, gjithashtu dhe nga mbështetjet buxhetore në formë granti nga Bashkimi Evropian. Faleminderit. Ka pyetje, komente tjera nga kolegët? Po, zoti Xhafaj, një koment fundit përpara se të kalojmë për votim. Faleminderit. Shumë faleminderit, siç ju jeni dhe ekonomistë dhe dini shumë mirë që borxhi ka rollau gjatë gjithë vitit dhe ka një planifikim për këtë dhe përpasoj edhe ai që është plani kombëtar për integrimin 2024-2027 është bërë përputhje të plot me atë dhe sa i përket pastaj do doja që të paktën këtë që është një mekanizëm ndihme nga Bashkimi Evropian ta linim jashtë kontekstit politikës apo zgjedhjeve që vinë, se kur flisi për mashtrim financiar pa vendim gjykate, unë besoj që është një koment politik progresi në drejtim të Bashkimit Evropian si aspiratet të gjithë shqiptarëve nuk mund të ndalojë nga një hetim, duhet të vazhdojë dhe patjetër drejtësia dhe organet e drejtësisë duhet bëjnë punën e tyre dhe unë besoj që është në nderin ton tuaj dhe të gjithë neve si përfaqësues që vijojmë të jemi në këtë parlament që për gjithë ato nisma që janë në të mirë të gjithë qytetarëve dhe rrjedhimisht më shumë se 300 milionë euro në vit për këto 3 vite janë në të mirë qytetarëve, t'ju japim dritën jeshile. Faleminderit kryetar. Faleminderit zoti Xhafaj dhe unë për këtë do përpiqem deri ditën e fundit që jam në politikë, që ato fonde që janë për qytetarët të shkojnë qytetarëve dhe të mos keq përdoren, abuzohen, vidhen. Siç thot raporti i fundit i auditit i Komisionit Evropian, fatkeqësisht fondet e IPARD-it janë abuzuar. Dhe ky është një fakt që nuk e ndryshon absolutisht asgjë. Fakti është që janë penguar edhe fondet, janë pezulluar dhe nuk vinë. As këtë vit diskutohet për vitin 2016 nëse vinë. Kështu që 2026 nëse vinë. Kështu që edhe këtë fakt nuk e ndryshojmë dot neve, as ju, as unë, pavarësisht retorikës politike që mund të kemi. Nuk po thosha të rishkruajmë të shkuarën, do ju jap fjalën ta përfundojmë diskutimin. Për ta mbyllur e mbyll, po jam duke folur, s'm duket normale. Ju dëgjova deri në fund. Dhe shqetësimi besoj i ligjshëm është që ne të sigurohemi që këto fonde të mos keq përdoren. Nuk ka absolutisht asgjë të keq që këtu s'ka nevojë as me bë politik fare ju, fare. Këtu është shqetësim që fondet të cilat me cilat është abuzuar dhe i është vendosur një llëzes Shqipërisë, nga institucionet shqiptare të sigurohemi që ka mekanizma që të mbrohen në të ardhmen. Dhe çfarëdo që të them unë, çfarëdo që të thoni ju është një raport auditi e zeza mbi të bardhë për këtë. Nëse s'ka komente të fundit, të kalojmë për votim, po zëvendësministri dhe zoti Xhafaj nëse ka një koment fundi përpara votimit. Diçka për të thënë në lidhje me riskun fiskal të kësaj, edhe në riskun e keqpërdorimit të fondeve. Zakonisht në raste të tilla, në alokimin e kostove financiare, kostot e monitorimit vendosen në çka quhet yield spread. Dhe borxhi shqiptar me transhet e veta ka një yield spread të caktuar që ka nga institucionet caktuar kredituese. Në rastin e kësaj huaje, ne nuk kemi yield spread fare. Sepse kostot e alokimit përfshihen komplet nga Bashkimi Evropian dhe marrin dhe nga të gjithë financiare. Dhe kjo domosdoshmë tregon është një lloj veto mirëbesimi e Bashkimit Evropian dhe Republikës së Shqipërisë. Shumë faleminderit. Zoti zëvendësministër, se meqense e keni për herë të parë këtë diskutimi dhe un kam dashamirësinë maksimale të mos bëj asnjë koment, në fakt, domethënë sinqerisht, se me këtë që that nuk është fondi shkon për të 6 vendet e Bashkimit e Ballkanit Perëndimor. Nuk ka si vul për Shqipërinë, as mirëbesimi, as suksesi, as krenarie, është njësoj për të gjithë. Tani mos të egzagjerojmë. Se sapo ka ardhur nga Amerika, ka ardhur me propagandën të përpiqemi që të jemi realistë. Dhe nuk po ju ngacmoj fare se mund të kisha bërë edhe ato që janë bërë komisionet tjera. Kjo është logjike financiare, zonja kryetare, nuk ka të bëjë fare politikë. Po ju trajtoj me shumë respekt sepse po mund të kish po mund atë që po ndodh në komisionet e tjera. Po zoti Xhafaj. Po shumë faleminderit. Ne që kemi ardhur më hershëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë do të fokusoheshim vetëm tek një gjë, nuk po kërkojmë asnjë gjë të palishme ne. Po patjetër është shqetësim i ligjshëm. Ajo që po them është që ne nuk mund të vijojmë dhe t'i vëmë drasa në rrota vetes për çdo gjë sa herë vjen një gjë. Pra ka një audit
patjetër, ka një hetim, patjetër, ka një proces, patjetër. Dhe këtu duhet ta lëm pjesën e drejtësisë të bëj punën e tyre, ne si parlament dhe si ligjbërës duhet bëjmë atë tonën pa dal nga suaza, sidomos e këtij komisioni nderuar në cilin fal Zotit kemi arritur të gjejmë një konsensus për të vijuar me këto procese shumë të rëndësishme për Shqipërinë dhe me këto arritje brenda vitit 2025 që janë po aq të rëndësishme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Atëherë kalojmë për votim. Faleminderit. Ne kemi 4 projekt ligje për të votuar, kështu që ju mund të largoheni sepse kemi edhe projekt ligje të tjera. Fillojmë me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë, UAMAR-s, Bankës së Shqipërisë, Agjenti UAMAR-sit dhe Bashkimit Evropian të përfaqësuar nga Komisioni Evropian si UADHN-s për lehtësimin e reformës dhe zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Në parim pro, kundër, abstenim, miratohet. Në 1, në 2, pro, kundër, abstenim, miratohet. Në tërësi, pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë tek projekt ligji i dytë për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 90/2016 për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Auditit Programit Asistencës akredituar nga Bashkimi Evropian Republikën e Shqipërisë. Në parim pro, kundër, abstenim, miratohet. Në 1, në 2, në 3, në 4, në 5, në 6, në 7, në 8, në 9, në 10, në 11, pro, kundër, abstenim, miratohet. Projekt ligjin për rinin, disa shtesa e ndryshime, projekt ligji 75/2019 për rinin, pro, kundër, abstenim, miratohet. Në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pro, kundër, abstenim, miratohet. Në tërësi, pro, kundër, abstenim, miratohet. Propozimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes facilitetit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave e Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian të përfaqësuar nga Komisioni për rregullimet specifike për zbatimin e mbështetjes së Bashkimit Evropian për Republikën e Shqipërisë në kuadër të facilitetit për reforma dhe rritje. Pro, kundër, abstenim, miratohet. Në 1, në 2, në 3, pro, kundër, abstenim, miratohet. Në tërësi, pro, kundër, abstenim, miratohet. Faleminderit.